Në Zadrim të Lezhës është zhvilluar panajiri i përvitshëm i xhelit të detit Zadrima, një aktivitet që synon promovimin e këtij produkti autokton, i cili në zonën e Zadrimës rritet në mënyrë krejt natyrale. Fermer, blerës dhe banorë të zonës janë mbledhur për të prezantuar vlerat ushqyese të xhelit të detit dhe për të theksuar rëndësinë e ruajtjes së kësaj tradite prodhimi. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierin Dreu, tha se institucionet duhet bëjnë më shumë për të mbështetur fermerët dhe prodhimin vendas. Jemi këtu në një ndër eventet më të rëndësishme të kësaj zone, sepse është një ndër zonat më si më thonë, që i kushton më shumë rëndësi xhelit të detit, dhe siç e shikoni këtu jemi në një situatë këtë pozitive. Unë nuk jam ekspert i fushës që të them se si e qysh, por mendoj se gjithë institucionet bashkia, Ministria e Bujqësisë, të gjithë duhet të bëjnë më shumë në drejtim të fermerëve, jo vetëm për xhelin e detit, por për gjithçka mundemi, që zona Zadrime si një ndër zonat më të spikatura në fushën e agrokulturës dhe të kultivimit të xhelit detit të jetë e mbështetur dhe të jetë gjithmonë në fokusin e projekteve të qeverisë. Guzhinje që morën pjesë në aktivitet theksuan se xheli i detit duhet përdoret më gjerësisht në gatimet e përditshme, jo vetëm gjatë festëve të fundvitit, dhe kjo së pari nis nga vetë ata. Nga ana tjetër, fermerët ngritin shqetësimin se kosto e rritjes së këtij shpendi mbetet e lartë dhe se mungesa një tregu të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit po ndikon në uljen e prodhimit. Kjo zonë ka traditë për xhelin e detit. Është një nga shpend më të mirë, më të shijshëm, rritet me bio. Sfida i ka vështirësitë e veta, por ja kemi dal, nga që tregu po shkon mirë boll, po shkon si treg. Xheli i detit në vërtet është shumë i vështirë më rrit, po është shumë i bukur kur shitet. Po na shesim vetëm një herë në vit, ndërtor, për festat e fundvitit. Sigurt ishte më shit gjatë gjithë vitit, do ishte shumë më mirë. 365 ditë që e marrin xhelin e detit nga 200 lekë dietra, bajnë 73.000 lekë. Me të vjetra flasin, sistemet e reja. Edhe nga këta hiç 150 lekë shpenzime, mesin 50 lekë. Për 50 lekë i shkojnë fëmija mrapa atij xhelit. Edhe në vit i takon një xhel 18.000 lekë mjelin mu. Çmimi i vajon si vjet nga 8.000 deri në 10.000 lekë për kilja peshë gjallë. Krahasuar me vitet pak më poshtë, po mirë është çmimi, po 10.000 lekë është në rregull. Organizimi është shumë frydhënës dhe duhet t'i japim diçka që xheli i detit mos mes vetëm i rajonit Zadrimës, po t'i japim edhe pak më përtej, se realisht ka cilësinë e duhur, standardin e ushqimit edhe gjitha gjanat që ka shoqë. Aktualisht në Zadrim janë rritur rreth 15.000 krerë xhela deti, një shifër që ka pësuar ulje me rreth 30% krahasuar me 5 vitet e parë.